Kam një pyetje për të dy jo, se ndoshta vetëm njëri mund përgjigjet. A mendoni se teknologjia e ka afruar më shumë njerëzit apo larguar? Sipas mendimit tuaj. Na ka larguar, po merremi veç me telefon, se kështu nuk takohemi. Pra mendoni që edhe na ka larguar, Edhe na na ka ka afruar. të dy anët e medaljes. Po. Një argumentim për secilën nga këto. Pse na ka larguar dhe pse na ka afruar? Nuk e di, ka arë kohë tjetër tani. Janë largu gjithë njerëzit. Më shumë ju pëlqen vetmia. Më rahat jemi, më ashtu jemi, po jemi më shkëputur. Kurse me këto telefonat paktën i kemi këto dhe Ju keni fëmija shtetit? e kam në Austri njërin, njërin e kam këtu, ja, e kam shtëpinë këtu. Shkoni shpesh, i vizitoni, vinë ata këtu? Jo, vinë ata. Pra me atë teknologjisë, me ato, kamerë, me kamera, celular. Vetëm ajo Pra teknologjia ka bërë punë të mirë. Ka bërë shumë të mirë. Po e këqija? Edhe të qia, se Më thuaj për të kemi... këqijat. Për të këqijat se janë kalamajt të ashtë fëmijë. Problem. Po, gjithë ditën me telefon dorë. Po edhe njerëzit. Po edhe të moshuarit, një fëmijët, por edhe të moshuarit. Edhe ne nuk ndahemi. Ju përdorni teknologjinë? Po nuk di shumë. Një celular kështu të smartphone? E kam, po nuk s'marr shumë vesh, po të paktën lexoj në të, komunikoj, edhe plus pastaj futen në këto, jo anë mjekësore, jo anë të... Mjet informacioni. Mjet informacion, lexoj, po ma shumë më lodh, edhe lodhem pastaj. Nuk përdorni syze kur... Jo, i kam syzet, po prap. Na lodh, po me këtë është shumë e mirë, se marrim shumë informacione mjekësore, edhe kuzhine. Edhe kuzhina, anvisat si puna juaj. Anvisat, sa herë. Ke parë receta atë? Shumë. Ato lexoj, edhe giga harxoj shumë.